Unë kam lindur në Skel. Do të them që e kam filluar, pavarësisht se kam punuar në Kone në Verit të shofer, po e kam filluar me tel, e vrisim qefull me tel. Edhe në demokraci kam në det. Unë kam një fluk të vogël, po e bëj tash. Ju del... Unë s'kam punuar asnjë ditë, nxora e rregullova asnjë ditë asnjë orë se si përballa det. Problem ka plot këtu se edhe ngozra, më thehet thashe. Gjitha punimet që bëjnë këta i edhe në det. Duhet të hiqen këto anjet e mbytura? Po duhet të hiqen, i kanë hequr, po prap mbyten. Nuk është problemi se si kanë hequr, mbyten të tjera. Pse? Se janë të vjetra, janë të babaqemos. Janë vjetë. Ja. Po merkatu e peshkut, Nuk punon, nuk e di pse. anjet e mbytura, janë problem? Shumë problem. Edhe këta vete kanë problem që kanë anijet e mira këtu. Është problemi i madh. Duhet pastruar edhe nga ana vizuale. Po. Duhet pastruar porti që duket diçka e bukur. Merkatu e peshkut ne jemi zbanjat dhe nuk e dim se ku është dhe si funksionon. Është vënë në funksion ndonjëherë? Nuk kam qenë asnjëherë, nuk e di. funksionuar asnjëherë. Nuk e di. Nuk kam qenë asnjëherë. Ka peshk këtu apo ka Ja, më siç ka pasur më përpara? Ja, as bëhet fjalë fare.